Mirë mbrëma. Me fitoren e zotit Donald Trump, than mediat perëndimore, ndodhi një tërmet i madh, tash pritën tërmete të tjera më të vogla në nivele lokale. Të ftuar sonte e kemi në komitet një koleg, mund të themi, të zotit Donald Trump për nga profesioni, për nga ndërmarrësia. Është fjala për zotin Bezet Pacolli, i cili është edhe politikan, siç u bë tash politikan edhe zoti Donald Trump. Ky i fundit zoti Pacolli në një postim të tij në Facebook foli për të, e lavdroi edhe tha që ka ardhur koha biznesmenëve që ta marrin fatin e qytetarëve të tyre. Zoti Pacolli, mirë se erdhën në komitet. Mirë se gjeta. A u befasove me fiturin e zotit Donald Trump? Jo, po më duket edhe këtu, kom thonë një herë, mund këtë avolinë se zoti Trump do të jetë president i jashtëm i Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ai do të fiton zgjedhjet për arsye se koreksia, ai shpirti i tij luftarak është pa prej momentit kur ka filluar fushatën e vet. Kështu që gjithmonë ka reflektu fitore, bile nëse nuk gaboj, dikon ka gjymsa e fushatës ta, po e ndalmi fushatën, nuk po harxoj mjetë këtu se unë kom fitu, unë jam fitus. Edhe Po, a besoni që tash këtë kjo deri tash ka ndodhur dhe konë çështje retorike, verbale, a do të ketë sukses edhe si president? Ai do të ketë sukses si president. Unë konsideroj se Trumpi do të jetë një prej presidentëve më të suksesshëm të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Ndoshta ju kujtohet, ndoshta ju keni qenë tri, mu më kujtohet fare mirë, aversioni që ka qenë ndaj Ronald Reagan, ku bota ishte kështu shumë fliste me rezerva se si mundet një artist me udhëheq një shtet. Unë konsideroj se Ronald Reagan ka qenë një prej prezidentëve shumë suksesshëm në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, këto që e presë edhe prej zotit Reagan. Sistemi në Amerikë është i fortë dhe individi pasaj ka sukses? Absolutisht po. Kur ekziston diçka shpirti luftarak. Nuk është si me thonë, e vetë kuptueshme që dikush tjetë aktor i madh, artist. Nuk është vetë kuptueshme që dikush tjetë biznismen, miliarder. Do thëtë, mbrapa realitetit ekziston ai shpirti luftarak i njerit. Dhe unë besoj se kjo do të reflektohet, është reflektuar te Ronald Reagan, dhe do të reflektohet edhe te... Po memrime unifikua Amerikën, momentalisht është ndarë në dy kampe, njerëz që urrejnë Trumpin dhe kundërta. Dita e dytë e mbarimit fushatës, prej ditës kur mbaroi fushata, veç është një situatë krejtësisht tjetër. Okej, janë edhe ata që demonstrojnë kundër tij, por një pjesë e madhe shpirtin e vërtet Trumpit e ka kuptuar mbas eksponimit tij, mbas fjalimit tij. Është hera dytë që demokratë hupin i fitojnë zgjedhjet në nivel nacional për shkak të sistemit, pra se Hillary Clinton mori më shumë vota, një 200.000 vota i ka më shumë. Mirë, po këto kolegje elektoral pak pju del demokratëve si pengesë. Po, pju del mirë. Tham pak me hup çashtu zgjedhjet, është pak. Po, shumë e vërtet mirë, po edhe ekziston edhe një farë mjeshtrie në drejtimin e regjimin e fushatës. Skematike. Po, skematike. Edhe sigurisht, shembullun e di, analistët e fushatave, ose mjeshtrit e fushatave, njohësit e mirë fushatave, thonë gjithmonë, mos shko aty ku nuk i elektorat, shko dikon ku është elektorat yt, edhe aty bindi ata, mos i lësho ata, edhe aty luftot që të kesh edhe më tepër. Por ky ka vepruar diçka ndryshe. Ai i ka atakue, ka shkue në ato shtete ku s'ka pas fare shans me fitue. Shembull, ai i viziton 3-4 herë, e viziton 4 herë Floridën. Florida gjithmonë ka qenë një shtet kogjo i rëndësishëm, 4 herë e viziton. Po thuj se hera parë kur ka qenë ai s'është pranu mirë, hera dytë më mirë, tretën, katërtën herë shkon. Dhe unë duhet ta nënvizoj se jam shumë kurioz me e ditë kush ka qenë mjeshtri, kush ka qenë menegjeri i fushatës tij. I ka ndrru gjatë kohës ai. I ka ndrru, është ky Lewandowski tash i fundit që ishte, ky është edhe analist në CNN madje. Po ajo që është me rëndësi
Zoti Paculli është me përmen mediat perëndimore, kanë një, mos të themi fushat, mirë po janë të tmerrume me fiturin e tina, i cili ka përdorur gjatë fushatës një gjuhë jashtëzakonisht agresive, eksplicite. A besoni se do ta ndrroj këtë tash kur ta marrë shtëpinë e bardhë? Po, kurse ti ka ndryshuar në momentin kur ai ka fituar zgjedhjet. E kemi parë një Trump krejtësisht ndryshe si president dhe një Trump ndryshe si luftarak për me arrit të posti presidentit. Unë besoj se ai ka bot disa gjona më të qarta, se perëndimi është në gop me retorika vetëm politike. Perëndimi është në gop, gjithsesi qytetarët e perëndimit janë në gop me pagat me harxhu, me pagu, por njerëz që praktikisht vinë aty pa asnjë bagazh. Dhe vetë nëse bëhet një krahasim i shpenzimeve shembull të fushatës Trumpit dhe të zonës Clinton, zonja Clinton ka shpenzuar krejtësisht 100% nga fondet që ka arrit të akumuloj, kurse ai ka angazhuar një pjesë të madhe të paras, janë parë ti, praktikisht. Edhe vetëm kjo do të me qenë një lehtësim për qytetarët. Berlusconi në anën tjetër, që unë kam shumë respekt për Berlusconi po ashtu, është njëri që sa ka qenë qeveri, as një bilet, as një cent nuk e ka harxhu për udhëtimet e veta. Ai ka harxhu ka përdor aeroplanën e vet, as një gram kerozin nuk e ka harxhu për do thot udhëtimet e veta nga buxheti i Italisë. A janë këto vetë taktikat politikanëve jo, për përfitu? Jo, nuk janë taktika. Mu më ka ndodhur, edhe unë kom qenë në atë miniatur, edhe unë kom qenë president pak ditë, edhe kom qenë në qeveri, dhe sinqerisht ju thomë, nuk llogarit njeri fare për diçka tjetër. Është njëhet më komod në veturën e vetë personale që është më e shtrejtë? Jo, njëhesh më komod kur ti jeton një realitet, kur ki mundësi më tepër se tjertë, edhe ti ki, si me thonë, ty dhem shpirti për ata që edhe tjerë nuk janë se ti. Kjo është një veprim i sinqert, edhe kjo vjen drejt për drejt prej sinqeritetit. Unë jam i bindur se Berlusconi ka mund me përfitue prej buxhetit Italisë. Italia është e pasur, ka mund me përfitu shumë, nuk e ka bo. Pse o shpirti i ashtu. Edhe unë nuk e kom bo asnjëherë, asnjë cent në jetën time, nuk di çka është me marr prej një kaset shtetit. Edhe jam i lumtur që se kom bo atë, jam shumë mirënjohës. Edhe falenderoj Perëndin për këtë që kom pas mundësi me bë këtë. Zoti Paculli, frika e media perëndimore, po jo dhe vetëm e media, po dhe politikanëve ndryshe është jo për ato se çfarë mund të bëjë ai, po për ato se çfarë mund të bëjë ai për shkak ato çfarë ka thënë ai, janë jashtëzakonisht të rrezikshme. Tu i numëru prej sulmeve të tij raciste e kështu me radhë. Ju thatë që ai ka ndru kurs momentin kur u zgjedh. A duhet t'i besojmë na, duhet me pas shpresë të një politikan që mban e udhëheq fushatën gjithkohon me to premtime dhe ndryshon mbrana 2 ditëve? Pra çfarë mund me prita për një politikan i tillë? Po, si u duk, kryeministri i Kosovës, prapë po flas në miniatur, premton 250.000 vendet punës. Ku ka shku, ka premtu. Ka premtu edhe ish kryeministri, gjithsesi Hashim Thaçi ka premtuar. Jo, ai ka thonë se su bona kryeministër. Po, mirë po, disi u konë, edhe se kanë marrë shumë seriozisht. Tash tjetër që u bozonës kryeministri thoni milion kena mishti. Po, e tash kur vjen Isa Mustafa që njerëz e kanë shiquar, edhe opinioni publik, edhe mediat, edhe analistët e kanë shiquar një njeri serioz, një profesor akademik, vjen edhe thot, kështu, edhe në fund do të thotë më falni shprehje, gënjen, pra qenë ka një farë retorike cila po i shkoj ka ndoshta fushatës, ndoshta ka ndodhë e njëjta edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ndoshta ai është dosht thot ashtu. Unë nuk besoj se ai ka ditë gjitha gjonat edhe për Hillary Clinton, për ata SMS-at, për mailat çka kanë ndodhur, po dikush i ka sugjeru, dikush e ka mësu atë. Edhe jom i bindur që e kanë mësu të njëjtit njerëzit ata që e kanë shkruar edhe fjalimin
basi që fitoj. Ju tha që biznesmenat janë, në postimin e juj, janë njerëz ma praktik, edhe duke qenë praktik, janë edhe ma të mirë për vendin. Po, atë janë sinqert. S'mori sinqeritet. Po se besoj që i ka bo miliardat me sinceritet ai. Unë... A vlen kjo edhe për punë shtetit, zoti Pasolli, qenit praktik, për shembull për punë ka njerëz që si tolerën këto çështjet praktike, pra ti din ti ke qenë vetë zëvendës kryeministër, pra procedura, birokracia, prokurime. Kam një pyetje. Hajde. Ishte përgjigjet lë. Po ishte pothuajse unë isha fajtor, pse kalun 6 asamblista takërës kalun në partinë e reja, ose që si po quhet ajo, ose iniciativa po shkon ajo, të zonës Kusari. Edhe tash më shiqoshin, po më duket si një dobësi të unë njerëzit e shifshin. Dhe nga ona tjetër e shifshin të pola tjetër si një krenari, si një fitore e madhe. Ajo është një tradhti që ndodhë. Edhe tash, pse deri kur na me mbështet tradhtin, deri kur me mbështet gjonat e zeza. Unë nëse e tradhtoj diken, unë jam tradhtar. Edhe këtu, tash. Edhe ju keni marrë deputet në parlamentin e Kosovës për partive tjera? Cilët? Kujtohet për shembull zotin Rustemi për PDK-s? S'ka qenë zotin Rustemi asnjë herë në partinë tonë, edhe sinqerisht, po të kishar prej dikujt, unë do të bisedoja me te. Se e ndin vetën ti ashtu, se nuk isha shku me... Jo, kjo kalimi për një parti me një parti e kanë bërë shumica partive që nuk është një praktike mirë edhe nuk e praktikohet në fakt në... Zakonisht kanë dalë për zotë Po, prej me ka qenë platforma e duket se edhe ki marë, nëse s'gaboj. Jo, platforma... ka dalë me atë e patën bë bashkë ata disë. Apo e kundër. Edhe ka qenë një platformë fantastike që ka dhonë njerëz, edhe jam shumë krenar që kom bo edhe një parë kontributi aty ku më dhonë me dhonë njerëz. Absolutisht. E tash po këthejmë të zoti Trump, që qëni ka përdor një taktik në fushat, por unë i besoj asaj që duke po edhe krahasimet në për fushatët ndryshme premtimit që ndodhen, a i vjen edhe thot stop, tash, gjdo loj ka marrë fund, unë jam prezident, edhe unë jam aj. Edhe po bonë serios tash. Edhe u bo serios. Ko gjë mirë, nuk ka asnjë s'mund me qenë asnjë dyshim se aj do t'jetë shumë i sinqert. Po mundet me ndaj biznisin me shtetin, pra. Po, në këtë aspekt ka konflikt interesi, zoti Pasolli, për shembull, nëse je ndërmarrës shumë i suksesshëm në Amerikë edhe në shtëpi bardh njëkohësisht. Nuk besoj për arsye se këtu ndoshta do të kishte shumë, se për mu ka qenë krejt konflikt interesi këtu. Një hap me bodikon konflikt interesi. S'ku mujt asë në hotelin tim me shku me pini kafe se e kanë qujtë konflikt interesi. Edhe unë në Amerikë është, këgjo është e mishru me politika me biznesin. Edhe këgjo politika në Amerikë është në varë prej biznesit. është vje hullë shumë që i ndonë, është po, qashtu, e pa dukshme. Nuk jonë... Dhe qashtu lubim edhe qasë është... Bravo, absolutisht po. Jonë shumë të integrume, shumë këto dy gjona. Edhe gjithmonë suksesi i një politike në Amerikë është varë shumë prej mbarvajtjes biznesit. Dhe ku afati tjetë edhe në Kosovë ashtu. Dhe atër do shkojnë gjonat mirë. Unë jam i bindun se aj ka pas një eksperiencë, shqoni, aj tjetë është një prej miliarderve, një prej pak miliarderve, po mendoj në Amerikë, se nuk ka me miliona miliarderë. Një prej pak miliarderve, i cili arrin praktikisht me punë të arrin. Normalisht, berat, dykon në biznes mundet me qenë, se ekziston një farë teorie në ekonominë globale, do të thëtë gjithmonë blej ma lirë e shetë ma shtrejt. Është norme e tregut të lirë. Ose që shtojnë këtu fleshtë pazari është halal. Po, ose thonë që i fort, i gjithmonë duhet me qenë maj fort, është teorie e globalizmit, ose doktrine e globalizmit, po e shuj, i smurit duhet me vdek krejt. Apo kupton, se ai vetëm këto është si një virus edhe s'duhet me qenë ai fare.
Dhe unë besoj se në këtë mënyrë çdo biznesmen i sukses shumë ndoshta i formatit të kalibrit Trumpit, sigurisht i ka ato të vetat. Mirë po, jonë mundu shumë me i thonë që ke bo punë ilegale, ke bo kec, ke bagu taksa, se në fund ai nduket dëshmoj se ai i ka qenë i korrekt edhe në... E ka shfrytzu sistemin, i ka shfrytzu po. A jam biznismenët për ka natyra pak ma egoiste dhe a i bon kjo në politikë të rëzek shumë? Këtu nuk jam dakord me ty. Një biznismen është shumë ma liberal. Në shpirt është shumë ma liberal. Unë nuk isha mund, shambull, po flasë për vetën, ka biznismen edhe biznismen, do shta, po një biznismen i vërtet, një njeri i vlerave biznisoret, afaristi, po e gjuj, nuk mundet me qenë një intravers mas pari. A nuk mundet me qenë. Se me qenë intravers, do të ti kufizohesh vetëm diçka të vogël edhe mbetesh aty. Ti je një njeri extravers. Ti je një njeri me energji shumë jo pesimist një jetë, po je optimist një jetë, je kalorik një jetë, si tip psikologjik. Dhe kjo ty ta mundëson që ti t'je shumë kreativ një jetë. Dhe prej kreativitetit shumë të madh, ti seleksionon ide. Dhe fillon tash me dasht këtë ide ma tepër se këte, edhe ti fillon me dasht një ide, edhe atë ide e kthen në projekt, edhe punon te. Dhe për këtë nevojitet edhe diçka tjetër, në investim shumë i madh, që do të thotë investimi i shpirtit ton, satisfaksionit ton. Duhesh me dasht atë. Edhe Trumpi ka me dasht punën. Ka me dasht punën që e bon. A nuk mund me kesh trajtu. Ka me qenë shumë transparent. Ka me qenë shumë kreativ në qeverisjen e vetë. Ka me qenë shumë njëri i ideve. Ka me zgjedhë idetë e mira, ka me këthy projekte dhe ka me implementu. Zoti Pacolli, Rusia është vrejt një gëzim i Moskës mas zgjedhjes së zotit Trump për president. A besoni se Putini këtë gëzim e ka për shkak se beson që mundet me manipulu ose me pas ma letë qasin e tij në politik me një njeri të papërvojnë politik si që është zoti Trump? Unë juve ju garantoj sot se edhe ato deklaratet e tia se e lutë Putinin që të hapë e-mailat dhe të nga të regon për e-mailat edhe do të bashkëpunon me Rusin, ka qenë edhe kjo një instrument i fushatës, një taktik e ti, për arsye se vetëm në ato një Cleveland e në ato shtetet e veriut, sa Rus jetojnë atje shemull me priordër, me miliona, ku aj del në këto shtete fiton, praktikisht. Edhe aj ka emigrant Rus atje? Shumë. Tepër. Sidomos Rusë të Ukrajinës. Shumë. Me 10 miliona, praktikisht. Interesant, kësë pas na... Po, kjo është argumenti kryesori ti që thot me Rusin. Por jo mi bindur nëse dikush do të merë një shuplak, do të merë prej Trumpit. Absolutisht, jo mi bindur. Edhe Rusia do të ketë absolutisht fështirë me Amerikën e Trumpit, për arsye se e dim krejt se Obama ka qenë një prezident shumë i shkolluar, shumë me kulturë të lartë, i urtë. Edhe ja lidhën durt me çmimin Nobel në fillim. Normalisht, e fotën si Nobelisht. Edhe ai njeri nuk ka mund me qenë shumë, po mendoj, mi kundërshtuar gjona në mënyrë dhunshme. Unë besoj se temperamenti i këtij do t'i qetë shumë sende në vend vetin. Në postim e pashë që keni shru se 97-ën e keni taku Trumpin. A mundini me nga të regu në qëfar e thana? E kom takuën në Moskë, edhe këtë e kom takuën me ishte kryebashkjaku i Moskës, ishte zoti Lushkov. Pra i lidhe me Moskën, ka pak zoti Trump? Jo, ka orë dhe ka metë kogja i demoralizum. Atëherë, po. A i vjen, nëse ka qenë dikush Moskë, ka qenë një hotel Moskva, ka qenë shesh praktikisht. Edhe ishte
ishte në pyetje çka me bo me atë hotel. Edhe normalisht një prej variantave, unë isha ai që ekzekutoisha shumë punë praktikisht në bazë projekteve dhe tjerëve. Dhe një prej variantave që jep edhe zyre ati, ajo ka dhe një zyre projektuese shumë të madhe. Kogjo avangardiste në Trumpi New York, po. Në Avenyn e 5 e ka një palat shumë të madh ku edhe a jeton vetë edhe aty disa kate janë Trump Tower, po. Edhe në vjen ai me një grup architektësh, edhe si normal ai vjen aty, unë jam në atë zyre, përshëndes edhe ai fillon me një let's do business. Edhe donë me një ere, edhe thot çka me bo me këtë, hotel thët, këtu do të mrenda ditës mi fut bageret edhe me shkull për aty, do thët, me shkatru atë edhe aty duhet me orë një tower i lartë, një ndërtesë lartët, që mundet më po dhe oborri Kremlit për aty të sen që ka ta dijone. Ajo shkonte në arkitekturë, absolutisht po ishte problemi tjetër që me të vërtet u shifte oborri i Kremlit edhe nuk i shkonte aty edhe kështu ai praktikisht në fund ditës tha ju vetëm keni pru këtu, por çka më keni pru? A do një solution, a do një zgjidhje, ajo. Edhe do thëtë qenë ka e kotë ardhja imi këtu edhe a i shkonë. Njëri që kryin punë, nuk është njëri. Ajo nuk është njëri që shkonë edhe bon lëvizjet kotë, a i duhet me kry punë. Edhe a i sa e di unë, nuk ka fjetë atë natë, a i shkonë atë ditë edhe merë aeroplanën edhe kthejet. Dhe unë thëmë se ajo është njëri i veprave, nuk ka asnjë lidhje emocionale me Rusin. Po, ai ka lidhje emocionale me Evropën slaviste pak, pse edhe grunë e parë e ka pas... Vëndër i Balkanit. Po, e ka pas edhe grunë e parë e ka pas qeke, grunë e dytë e ka slovene, por... Qështë qëllojnë e i kush për neve. Unë pas oferë të më gëtë serioze. Unë besoj se çdo gjë që thuhet në këtë drejtim është konspirative, në konspiracion, nuk duhet ta lëmë këtë. Ai do të punon si biri i popullit të Amerikës. Edhe do të punon për Amerikën, do të punon sukses shumë. Ai do të lëshon edhe ma tepër rrugë për biznesin, sigurisht. Zoti Pacolli, keni qenë 2008 në inaugurimin e Zotit Obama për president, ndoshta ai prit vetmit për politikanët për Kosovës atëherë. A do të shkoni një janar prapë për Trumpin, apo s'keni akoma ftesë? Jo, unë besoj se do të shkoj, dhe që sigurisht sigurisht komi ron men Trumpit që ekziston një Beqer Pacolli këtu. Komi ron, s'komi ron. S'komi ron. Ta shio, ndosha si biznismen i kish ron men, s'komi ron men, po kanë me apërkujtu edhe nuk kam me pas asnjë vështirësi me hyrë listën e musafirëve dhe tash. Unë isha para 3 jave, edhe jom taku me vajzën e tina, me Ivankën, kemi nejtë kogjo, kemi bo fotografi bashkë, kemi nejtë kogjo shumë zbashku edhe me dha ato impresionet për shtypjet e veta për babin, se i dhimzet baba shumë, po lodhe te për çka ta dion, edhe më pa thonë nëse pritni edhe pak, ai do të kalon këtu, se ishme në Trump Tower. Ajo e ka një dyqan të vetin, Ivanka. Se ajo është kreatore këtyre stolive të arit edhe të briljanta, po gjëvellerit. Kogjo një stil të interesant e ka. Edhe bisedova me to, ajo e ka vizitkartën time, unë besoj se mu më ka premtu ajo. Dhe se në inaugurimin e babit ti do t'jesh i ftum aty. Po dhe shumë interesant, se cilin produkt a i vetën e ka Trump, Tower, kravata, teshat, po nuk është edhe ty të mungon që kjo dëshirë me pas markën tonë BP në se cilin prej projekteve që i bani. është i farë autosatisfakcion. Sigurisht, po nëse... Ta shë ke pak një farë konkurencë prej HT. Por
sigurisht nuk ka shumë e potencumet te unë, edhe pse dikon disa gjona është, po, jo aq tepër, nuk i kom dhënë shumë rëndësi, pse unë e konsideroj veten hala pjesë e masës. E popullit. Qëre, janë 2-3, tash s'pëdojna mu në edhe shumë, po është për njerëzve të vetëm ndoshta në Kosovë që ka kontakt direkt edhe e njeh mirë mentalitetin e tij. Ka thonë që kam ndërtu një muri me Meksikën, ka thonë që kam ndalu hyrjen muslimanëve në Amerikë, edhe kjo me musliman sot është heq prej sajtit të ti, edhe ka thonë që... Ty e tregoj. Po, edhe kjo është një ndryshimi... Nuk oferta, i befasishëm. Unë më dorë mi thonë kam një ketë sërt për Kosovë, populli më votuar, unë kom qenë në Katar. Natën kur e ka thonë atë, kur ka thonë atë deklarat edhe, ajo deklarat ka qenë këtë titrat edhe në kretë televizionet e botës, po edhe ato arabe. Edhe kom qenë në Four Seasons në Doha. Kom pas një takim me djalin e Sheikh Mohammed Dubajt. Vllavin ati që pat vdek. Bile dojsha me ngushlu edhe ate, e njaf mirë. Edhe e erdhi, edhe biseda e parë që kom pas, thash, çka po ndodh more me Trumpin, thash, është gënjemi madh se unë e besoj, se unë e di që ai ka shumë të investuara në për atë pasurit e palujshmërit e ti, ka shumë mjete të arabëve, botës arabe. Thash, çka po ndodh me to? Thëtë, vëlla im, bashkështu më drejtohet, mos ki dert, ai dje ka fol me babin tim. Po, dje ka fol në telefon me babin tim. Këto e ka vetëm për konsum ditor. Jo mi bindur, që s'do të ketë mur në mes Meksikës dhe Kalifornisë apo Teksasit. Nuk do të ketë, absolutisht nuk do të ketë. Pse? Nuk do të ketë se ai nuk është e mundur, nuk është logjike, ai të shkon në Mexico City dhe para opinionit publik atje, para prezidentit Nikoqirit, ta thotë se unë do të ndërtoj murin dhe ju do të paguni. Po të se logikisht bizneset nuk ndërtohen të bo mure. Jo, absolutisht jo. Ka qenë absolutisht, ju ka spjegu, a i ka spjegu, i ka thonë shëgjën, mu më në ujitet për konsum ditor, këja, po më në ujitet për fushat. Edhe më s'keni ide. Po në raport me Kosovën, a mund aktualisht shumë kush beson që ka më në shkaktu dëmë? Ja, kur s'ka më shkaktu dëmë, por arsye se... Për shkak lidhje, supozume me entuziazmit serbëve, se a i nuk ka entuziazm. Ai dy intervista, 2 herë ka intervenu vetë personalisht në disa konspiracionit serbëve, gjoja se ka dhonë intervist, edhe është demantu. Se kesh demantu kur atë intervist, mësë me pa qenë ndishmeria, si që është në mes Kosovës dhe Serbisë. E ka demantu, edhe ka demantu, jo dikush tjetër, po aj me ordërin e ti, e dijate. Edhe ju thamë se agenda e Kosovës, agenda kosovare, kontrata e popullit Kosovës, është kontratë me popullin e Amerikës, kur nuk mundet mu reduktu që një njeri me ndryshu, edhe nëse do të donte me ndryshu. Kështu që asgjë nuk ndryshuat në këtë drejtim. Po, mundet Amerika, si mik i Kosovës, me kërku përgjithësi. Shumë ma tepër përgjithësi tek njerëz tonë, po. Edhe thonë përgjithësi, po, pse s'ka rritje ekonomike, pse njerëz të gabuar në qeverisje, pse një qeveritor duhet me qenë korruptur, pse raporte kësaj, aty do të ketë sigurisht kërkesa shumë ma rigoroze në përmbushjen e obligimeve përditshme politikajve për qytetarët e Kosovës. Këto për njerëz gabum, kena fillu na mi shtru për Amerikën, e patëm zotin Rama që tha, shpresoj që nuk do të zgjidhet zoti Trump për president. Dhe kom dëgju që kjo ishte ridiskutu, kjo deklarat e zotit Rama, mbas fitores. I kom disa njerëz aty afër, që është ridiskutu, edhe ndoshta pa e damtu Shqipërinë dhe Ramën, po do t'i tregohet Ramës se në çdo veprim duhet me ndosh 3 herë para se... Ka gabu zoti Rama me deklarat si pas të jetë? Sigurisht ka gabu. Ka gabu 2 herë, se ndoket 2 herë ka përsërit. Edhe 2 herë ka gabu, edhe pse ka qenë një gjo
që nuk është dosht fare trajtohet, për nuk është një gjotë që trajtohet për neve, kush jem na me trajtu, se e ka drejt Trumpi apo Hillary për diçka. Ata kanë një shtet madh, ata kanë problemet i njohin shumë mirë se na. Kush jem na me ndërhyjt e ta. E ky urimi që ja bën idea, mundet me zbut kushtimisht, po them se po që ka pas një tension. As nuk besoj që e lexon ato fare. Sikur se SMS-i i Bleona Qeretit që ja çon një SMS. Po thotë që urimi Ramës është sikur SMS-i Bleona. Si lexon, nuk Do të thotë përfiton Bujar Nishani me majt raporte me Amerikën tash. Do të më prit Bleonën me sponsorën e mesazh. Po. Hiç mos keni dert se pse në Serbi ka një entuziazëm. Se ne ma shumë puna brengos pse po gëzohet Shesheli sa po dina diçka. Hiç ata për shkak ata e din punën e Trumpit, e din edhe këtë qëndrimin e tij ndaj Serbisë. Si do një fjalë popullore thotë për hir për shkak Teres dek djali. Edhe këto, ata normalisht i gëzohen këtij faktit se e din Clinton te bombardimet edhe komplet e shalloni Clinton me kanë qenë. Absolutisht, po, kanë qenë aty dhe normalisht që janë mirë, po nuk këtë e tha dhe Vučić në një farë mënyre. Po, e tha i një farë mënyre. Por nuk ka ndonjë afërsi. Është hidhrimi, nuk është gëzimi ynë për Trumpin, po është hidhrimi ynë për ndaj Clintonëve. Kështu që Trumpi ka mu marë shumë pak, mirë po ai kur jep një qëndrim, ai ka me kërku prej njerëzve të vetë, ai qëndrim mu ose kërkes mu implementu. Ngrojmë veç pak temën, kalujmë drenas pej Trumpit në zgjedhjet lokale, te kontekstualizojmë pak. A beson Kështu që ardhja e Trumpit është për mu ka qenë e qartë dhe ardhja e tij unë e shoh si një faktor shumë të nevojshëm tani, për arsye se duhet t'ju tregohet shteteve cilët përfitojnë prej asajt politikan i mirë, qenën politik, duhet që jesh politikan i mirë, edhe asgjë tjetër. Kjo është një shenjë shumë e mirë që do t'ju tregon këtyre njerëzve se pa një bagazh në jetën tonë ti s'mund me ardhë dhe me udhëhesh një Ju kundohet personi më i entuziazmuar në Kosovë, Berati është më i hidhrumi me fitoren. Me Beratin na kena mu taku, kena me debatu, kom debatu për këtë, e di Berati e donë shumë Obamën, e dojmë edhe ne, e donë shumë edhe Hillary Clinton, e dojmë edhe ne, por jeta është asisoj. Një ka mund me fitu, ka fitu Trumpi, maj zoti, dhe unë besoj se mas një vite edhe Berati të tjenë të akord me atë që e tha. Talon ty vazhdoj bashkëpunimin me Trumpin, unë me Obamën e kena navë. Nëse mu më pranon Trumpi, ko me bashkëpunu me te edhe... A ka mu reflektua, po ta mërmenja që, se shiko, kanë herë fenomene që ndodhin në botë janë shumë të lidhura me njëna tjetrën, pra shkojnë të e përcil. Do të reflekton edhe në Kosovë. Po. Do të me jep shansin që ne... A e ki vrejt të dy ditat, a ke pas në mesazhe në Facebook? Shumë, të e për shumë. Që da dhe pak gjurë në flokve keni të njëjtë. Jeni pak... Kogja. është ngrit kogja edhe sherë i punës time me rrjetet sociale. Po i thëmë se kjo do të reflekton, absolutisht. Kjo do të mundëson që AKR-ja të merë konsensin e qytetarëve, të udhëheq me qeveri, dhe AKR-ja në qeveri do të krijon mundësi krejtësisht bazuara në ekonomi, për qytetarët, ku qytetarët do të kenë më mirë, do të kërkon gjithsesi, do të krijon mundësi për një shtet ligjor, do të funksionon ligji, dhe kur funksionon ligji, ligji do t'i thirrë njerëzit në përgjithësi, ata që e kanë damtue Kosovën deri tani. Jo mi bindun se do të ndodhë kështu. Dhe jo mi bindun se vedia qytetarëve, edhe rasti Trumpit e ka vedisu pak qytetarin e Kosovës, edhe e kuptojnë se vetëm dikush që ka një eksperiencë, vetëm dikush që e donë këtë shtetë, vetëm dikush që din me e bo punën e vetë, mundet me udhëheq me Kosovën. E jo të lidhen por ato karika aty, për arsye se kanë burim të vetëm tjetës, të ardhurave, e të mbesin aty, e mos t'ju intereson që ka ndodhë fare me qytetarët. Ka dale, ka ardhë koha,
transparent, ta shofim kush ka vepru dhe kush ka mundet me bo për këtë po. E që jeni duke bo në teren? Jemi duke u forcu shumë, jemi në procesin e zgjedhjeve, si që dini, ato trauma që ka ndodhë, do të thëtë mos hyrja në parlamentin e Kosovës, mos ikja e disa njerëzve, tradhtia disa njerëzve ndaj AKR-s, ose shfrytëzimi i AKR-s si platformë do të thëtë kaloj lumin e shkelma kalit, do të thëtë më kam bo ashtë fort, ashtë më kam bo dinamik, që të filloj reformat, dhe reformat kanë fillue prej gjdo lokaliteti. Do të thëtë AKR-ja në fund procesit, kemi ardhur dikon deri në 70%, kemi përkry procesin, do të thëtë në fund procesit do të ketë 45.000 njerëz të angazhuar drejt për drejtin AKR, do të ketë 800 në ndeg dhe do të ketë 36 deg. AKR-ja ka 2 forume të fuqishme, forumin e gruas, forumin e rinor, dhe ju garantoj se forumi rinor do të ketë dikun të angazhuar drejt për drejtin mbi 10.000 njerëz. Pas zgjedhjeve është kuptu ose është pa që është shkapërderë komplet struktura degëve AKR-s? Ju po thoni që është riorganizu prapë? Komplet, janë lëshuar. Gjitha edhe unë ende nuk jam kryetar, president i AKR-s, unë jam vetëm koordinator, funksion të koordinatorit. Dhe është shkapërderë çdo gjë dhe është rindërtu krejt prej fillimit. Dhe këtë evreni, nëse shiqoni ulësit e para, nuk do të shihni ato figurat traumatike, ato figurat historike të AKR-s. As njës do të shihni. Ato krejt janë njerëz të ri. Krejt njerëz të ri. A besoni që këta njerëz të ri mundën me ju sjell juve vota, për shkak se AKR ju këto fthyra që po i thoni tash po identifikoni edhe si tradhtar dhe kështu me radhë, në fakt konsiderohen që njerëz që ju kanë ndihmu juve, edhe ju aty. Ma jepni një shembull prej këtyre njerëzve jam në gjendje të debatoj me. Komplet, domethënë Mimoza Kusari. Çka kanë ndihmuar Mimoza Kusari? Ibrahim Makolli, Ibrahim Gashi. Fare hiç. Do të kanë qenë pjesë disa prej emrave kështu. Po ju tregoj. Mos unë kom kalu prej numrin 110 në listën e zgjedhjeve. Edhe ju kom lënë atyre. Dytë që e përmeni kanë qenë i parë dhe i dyti. Kur kom dosht me eliminu 2 funksionet, shembull, Zavens kryeministër, ministër i ministrisë, do thëtë, kom dosht kategorisht zonja Kusari ka dosht 2 postet me i okupus, ka dosht tjetër kanë afer. Do thëtë, bojkoti ka fillu, qysh, mirë po, sa i përket, as programit të AKR-s, as implementimit të AKR-s, as logistikës të AKR-s, as financat të AKR-s, këta njerëz nuk i kanë ndihmu. Do të kishin ndihmu, po të kishin qenë besnik edhe me ecë, me rrugtu për AKR-n. Ti e merr një kredi bankare dikon, po nuk thot banka me njerë e ja paguje ti. Thot banka je klient jimi, ecë për para, ngritu, puno edhe kur të kish. A ka rrezik që edhe njerëz tjerë më largu? A ka përfundu cikli? S'di kush më largu tjetër kur. S'kemi lënë na asken. Jo, një komunë qeverisë, Mitrovica. Nuk ka asnjë dyshim se ajo është i përgjithshëm. Ai djalë është i përgjithshëm, pse ka shpirt liberal të biznesit, ai vjen prej biznesit, ai din përgjegjësitë e veta. Edhe nuk e kam asnjë moment nuk e kam as në paramendjen time nuk vjen se ai do ta barikadon AKR-n si tjerë. Cila është qasja juaj në program, zoti pasojme, shka do t'i ofroni ju njerëzve me kërku votën? Çfarë ndryshimi keni sjellë? Po, si gjithmonë, programi im ka qenë gjithmonë avangardist, program që i nevojitet të Kosovës, edhe sot ju garantoj ju i gjej pikat e mija në programin tim 2007, që kjo qeveri donë me implementu, po s'dinë, se s'mujnë, se nuk e dojnë këta shtetin, dhe në disa pika. Pavarësimin e gjyqësisë, mënyrë totale, mënyrë de facto pavarësimin e gjyqësisë, se de facto nuk është e pavarësuar me gjyqësia e dini mirë, në gjyqësi krijimin e një fast track për trajtimin e lëndëve të biznesit, biznesore, edhe janë limitet e kohës 3 muaj për çdo lëndë,
2 vite afat për trajtimin e gjitha lëndëve që gjinden në përsirtarët e gjykatave, dikon 450 milion, 2 vite kam ju nuit, për me i trajtu, ne do t'i kthejmë krejt studentat, cilë bredhin rrugve, juristët, që bredhin rrugve, do t'i kthejmë, do t'i trajnojmë, edhe në kohët e vona, në për shkolla, pa objekte speciale, do t'i trajnojmë, do të formojmë grupe, 20 studenta, një gjykatës ekzistus, lëndë edhe me i trajtu lëndë. Kështu që në brenda 2 vite, ne do t'jem të updatu me kohën, do të të me lëndë e vjetra, dhe, si që thash, pavarësimin e gjyqësisë. Nuk ka birnone që mundet me thirë një gjykatës, apo një prokuror për një lëndë që është në proces e sipërm. Ai që ndodhë sot. E dyta, një komision shumë special, të specializum, i cili ka më marë me krimit në kalurën. Nuk është e drejt që të shfrytëzohet qytetari i Kosovës, që të vidhet qytetari i Kosovës, që të kesh trajtohet qytetari i Kosovës dhe të kalon kështu. Jo, do të shohim çka ka ndodhur të kaluar. Do të rishiqojmë kontratat e mëdha, si u bonën ato. Nëse janë për t'i aplaudu, do t'i aplaudojmë. Do t'i shkruajmë edhe dekorata. Por nëse janë mu trajtu, juridikisht do të trajtohen. Edhe ta shohim. Ose do t'i lavdojmë njerëzit, ose do t'i thirrëm para përgjegjësisë. Nuk mund me shku tek kështu. Nëse kom bo punë të mira, unë e du një lavdat. Nëse kom bo punë të këqija, du me shku në borë. Ju po përmendni zoti Paculli 20 persona, ose parafërsisht 20 persona. Unë besoj 20 persona janë e keqe e Kosovës sot. Jo ma tepër se 20 persona, është e keqe e Kosovës. Nuk ka partit të këqija, partit të mira. Ka njerëz të këqij edhe njerëz të mirë. Prandaj, secili duhet thirret para drejtësisë. Duhet thirret edhe duhet përgjigjet para drejtësisë. Kur thoni janë njerëz që janë për shkak të korruptum, apo janë sporin, është i keq ai që gënjen, është i keq ai që tradhton, është i keq ai që vjedh, është i keq ai që kushtohet për diçka ose që akuzon, dhe këto e kanë pru vendin në këtë situatë. Nuk e di kush janë këta 20 persona, është beteja me krimin edhe korrupsionin këtu nuk është e lehtë. Ne do ta bëjmë. Me një farë forme jeni edhe ju tu e luftu krimin me emisionet e juaja, ju përgëzoj, edhe ju pyeta bile apo ju ka ndonjë lëvizje të keqe aty të vendim edhe une, por dash zoti se kemi një fat që qytetarët po vedisohen çdo ditë më tepër. Dhe kur ti kesh qytetarët nga ona e jote, atëherë je shumë akomod. Edhe jam i bindur se misionet e juaja, po e marta si shembull, po flasëm, i pëlqen qytetari, edhe qytetarët po vedisohen, edhe kjo është një fat i mirë. A ka nevojë për gjykatë speciale ju, sepse gjykata speciale kemi... Do të ishte fat i mirë që edhe ne ta kemi një gjykatë speciale këtu në Kosovë, berat. Ta kemi edhe ne, edhe ta trajtojmë të keqen që ka ndodhë këtu brenda. Me gjykatë speciale? Me krejt krimet ekonomike që i ka ndodhë këti venit. Me krejt krimet që i ka ndodhë këti venit prej pas lufte e këndej. Nuk është e mundur sot me mbet vendi ma i pazhvillum në Evropë me këtë kapacitet të popullatës që kemë. Me një popullat shumë dinamike, intenzive, e menqur, e pregaditur për sfida, e na me mbet aty rrugve, nuk është e mundur, se ekziston kjo. Prandaj ne duhet me gjetë keqen, ku është e keqja këtu? Duhet me luftuat keqen. Zoti Paculli, ju kemi pa në rrjetet sociale një shumë aktiv, keni edhe mbështetje aty, lajka, shera, kështu që janë shumë të rëndësishme, edhe është një farë testi për një politikan. Po njerëz ju thatë që po keni organizu degtën në ndeg, për shka vinë njerëz në kërë sot? Vinë, sinqerisht, këtë që ma thojnë edhe e shprehun njerëzit, edhe një fakt, po ju thëmë se me të njëjtit njerëz, nëse kisha bisedu në vitin 2007, ka qenë e pa mundur me trajtu me ta. Nuk ishim pranu fare me bisedu. Sot vinë vetë. Dje, kom pas një ardhje, kështu, një surprizë,
këgjë simpatike. Edhe vinë edhe qëndrimi i tyre është... Kush ishte surpriza? Në ditë ju tregoj. Edhe që deri në kuvende... Është e një njohur? I njohur, për opinion. Edhe ata thonë kështu, se jeni e vetëmja parti e pa korruptume. E vetëmja parti që nuk e ka damtu këtë shtetë në çfarë do mënyre. Ka një kritik, pse kom qenë pjesë e qeverisjes. Po pra, këni qenë PDK-n. i ofert me Zotin Thaçi, a jeni edhe matuti? Apo e lom... A jeni edhe matuti? Nuk i ofert me Zotin Thaçi është diçka tjetër e thjesht në koalicion diçka tjetër. A du të më konë edhe Zoti Thaçi në mesin e këtyre 20 personave që i përmenëm? Nëse ka bo punë këqija, sigurisht po. A besoni që ka bo? Nuk e di. Ato nuk jam gjykatës. Gjykata do të vendosë për këtë. Por është një e sigurt që qytetarët e kanë kuptu se ne nuk e kemi kesh trajtu paron publike, nuk e kemi prek paron publike, nuk e kemi vjedhë qytetarin, nuk e kemi gënyu qytetarin. Që kom qenë pjesë e qeverisë, 100 herë kom thonë, po e përseris, jo për Hashim Thaçin, jo për Kadri Veselin e tjetrin, po kom qenë ekskluzivisht për shtetin e Kosovës. Por mu ka qenë gabim fatal, me ndodhë një blokad institucionale menherë mbas 3 vite ma vonë se deklarata e pavarësisë. Dhe një shtet i ri duhet ecë përpara. Jemi shumë vonesë. Unë kështu e kom kuptu dhe ky ka qenë qëllimi kryesor. Gjithmonë me shpresë se unë do t'i kontriboj me reformat e mia, kom hasë në vështirësi të mëdha, për arsye se tjetë nuk e kanë kuptu. Kolegët e mi në Partinë Demokratike nuk e kuptojnë zhvillimin ekonomik, ata nuk dojnë me kuptu zhvillimin ekonomik, gjithmonë e kom thonë, edhe sa kom qenë antar i qeverisë, e kom thonë, dhe kjo është mjerimi, se unë nuk kom pas asë gjotë keqe me këtë parti. Ata mu nuk kom kanë shantazhu, nuk kom kanë në aparencë, kështu që kom po. Nuk kanë po, kanë qenë korrekt me mu. Por, e keqe e këti venit është që nuk më kanë inkuraju, nuk më kanë lonë me ecë me reformat. A ki vijat kuqe me cilat subjekte politike? Po, kom vijat kuqe me PDK-n për shkak të eksperiencës time, në të kaluarën, kom vijat kuqe edhe me njerëzit e LDK-s. Derisa disa njerëz janë kryet LDK-s, udhëheq me LDK-n, kur ata nuk munden me qenë me kalkulun bashkëpunim me AKR-n. Kush, kryetari Mustafa? Edhe kryetari Mustafa mu më ka trajtu shumë keq. Edhe ketë dhe ta din një, Muhamet Mustafa donë me garu për kryetar qytetit. Vjen të Prishtinës, po. Vjen edhe e bon një trek. Vjen edhe thot, nëse Isa Mustafa nga ona tjetër nuk garon, unë do të garoj për AKR-n. Ata vishin, kër e posh ma vonë, ata punojshin në një tavullin zbashku. Të këthym edhe në puna, ata vetëm kryte qënë edhe e shifshin njën i tjetërin. Do të thëtë, ka ishte një trek tepër i madhë. Edhe në momentin, thëtë, jo, garoj Isa Mustafa, ta shumë e po qumë edhe po shkoj. Në qëfar mënyre, mu më kanë bajt deri në sekundin e fundit, ora 4, më kujtohet mirë, ishte termini për me mbyll listën, me rezolistën, në 3:58 minuta, unë haloj jam pa kandidat. Edhe e marë kandidatin e parë që e shop aty në zyre, edhe e fosë. Po, kjo është problemi i madh i trikave tyne. është trik i madh mënyra se... Pra, ti me LDK nuk pëthu që si me Isa Mustafa. E kanë trajtu, unë e kom program për ofert, se në brumi i AKR-s është brum i LDK-s, por njerëzit janë të ndryshëm. Kur vjen momenti, unë zgjidhem prezident, ata e lëshojnë kuvendin. Të nesërmen, në ambasadë, ose mbas vendimit gjykatës kushtetuese, në ambasadën amerikane, e lut ambasadori amerikan, thët, ju lutëm Zoti Mustafa, thët, ne po e përserisim zgjedhjen e presidentit, vetëm t'jeni mrenda, ju lutëm, vetëm t'jeni mrenda aty, thët, jo, edhe në njërë cinike, tash,
Vjen edhe rasti tjetër, 3 herë, vjen kur përmbyllen listat në 2014, a është ashtu? Po edhe mban, vjen çdo natë te unë edhe mban deri ora. Me atë fjatin e famshëm në Niker që ashtu edhe mban deri vonë, unë jom një koqer i pres me shpirt, jom i gollokut, i du musafirt, edhe musafirin mbi të gjitha, vjen edhe ai del prej shtëpisë edhe ju thot, a dini pse kum qenë te Bexhet Pasolli se jo që mu ka novit ai, po e kum bajt peng mos me shkue me PDK-n. Shikoni, këto janë të dhimbshme dhe janë kogjo poshtruese. Nëse unë jam budalla se i kom besu ati, një herë, 2, 3, ta din se e kom kuptu se më kanë mashtru, se e kom kuptu se më kanë tradhtu. Edhe sigurisht me këta njerëz do të kom shumë vështirë ose të pamundur mu ullë edhe me trajtu diçka tjetër. Pra, bashkëpunimi me LDK-n se mohoni, po jo me këtë leadership të LDK-s. Mirë, me PDK-n e mohoni si subjekt politik për shkak të kalumës. Po, si e kom pas një traum, për arsye se sot e kom problemin me elektoratin tim. Po, edhe ma tepër do të ndodhte masovizimi i AKR-s, po mos kisha pas këtë bashkëpunim. Edhe pse unë ju them gjithmonë që kjo ka ndodhur vetëm për hir të institucionit, për hir të shtetit, për hir të një shteti të ri që është dasht ecë me hapat për shpejtur për para, duke pas parasysh çka i ndodhi kjo blokada tjetër, ose si ndodhi blokada tjetër, ose çka prodhoi blokada tjetër institucionale. Zoti tha që ka qenë gjithmonë i kujdesshëm kur ka fol për Juve, ndallim për këtyre të tjerë, ndoshta edhe kjo pak jo ka Këtë ndoshta ky përgjigjem edhe Beratit pak përpara, që unë nuk kam me zotin tha që absolutisht asgjë nuk e di asnjë gjë në jetën time që ai ka ose një fjalë që e ka folë kundër meje. Edhe strategji e mirë. Nëse është strategji e mirë, shumë e mirë është se e din shpirtin tem se unë të mirën e kthej me të mira gjithmonë. Edhe nuk di me e kthy të mirën me të këqija. Dhe çfarë ka Isa Mustafa me Juve? A keni mujt me kuptu pse është ose pse u sill kështu siç ta ju është sill shumë keq me Juve? Spori nuk është vetëm Isa Mustafa, është një enturazh i vogël. Edhe Fatmir Sidiu nuk është se ka pas një raport. Fatmir Sidiu është një person, po mendoj që nuk isha dasht me komentu, se dhe atina i ka ndodhë këqijat e botës për shkak besimit i që ka besu, ju ka besu dikujt. Ka pas një marrëveshje me PDK-n që mundet me mbajt, po mendoj, 2 poste. Edhe postin e kryetarit edhe president. Ushtrues edhe posti presidenti. Ka pas një marrëveshje. Edhe ISIS si ka besu. ISIS si ka besu, e ka ngrit, e ka pru, e ka bo njeri, praktikisht e ka bo salon fehik, thonë Gjermont, të aftë për salone e ka bo, edhe tash ajo ndodhë. Por, entouragji tjetër i LDK-s është ai entouragj që unë e përshkruaj kështu. Gradat i kanë nën këmish, nuk ju duken fare. E këta të PDK-s ju duken, këta nuk din me më shef, me një herë. Po, edhe për para i qesin. Ju duken, e këtu është diferenca në mes tyne. Jonë të shkollës pak ma të vjetër, i kanë disa grada këtu poshtë, edhe si shef ata fare. Ata vetëm veprojnë. Është e keqe ajo. Se unë ju thom edhe një herë, edhe në politikë, duhet të ketë sinceritet, duhet të ketë drejtësi, duhet të ketë transparencë, duhet të ketë fjalë. Fjala është për burr. Edhe nëse mungojnë këto, ti nuk je i politikës. Ti nuk duhesh ti udhëheq një shtet, ti udhëheq me qytetarët e Kosovës. Edhe duhesh me qenë i kujdesshëm në atë. Unë nuk di se një president i Amerikës, kur është betu edhe matutje, ai ka mund me gënjyti kenë. Ose ka mujt me morë një vetim kështu edhe me vepru ndryshe. Nuk besoj, ose në Angli. Këto gjona në perëndim nuk lejohen. Mos jem të Isa Mustafa e ka projektu një buxhet 2 miliardësh. Do më thonë është për herë të parë kjo shumë ka që lartë. Nuk është e lartë. Shuma nuk është e lartë, po në krahasim me atë kush operon atje. Është sukses ky? Nuk është sukses. Ky nuk do të realizohet asnjëherë. Sa tregoni, a dini se këtë vit ka projekte që sin realizu për shkak të mungesës
për shkak deficitit buxhetor. Tani, deficiti do t'jetë edhe më i madh në të ardhmen. Pse ne hymë tash sigurisht kja marrëveshja për asocim stabilizim ose stabilizim asocim, si du shtuj, mese aja e sankcionon pak a shumë buxhetin e Kosovës. Nuk mundesh me njëherë me apliku ato dogonat të veshët e taksat e sen, si që kemi bo deri tani, dhe aty neve do të na mungon dikon një 30% sigurisht buxhetit, që është kalkulu aty, mirë po do të mungon. E dyta, është mendu, sigurisht se do të ketë rritje ekonomike. Rritje ekonomike në Kosovë është në degracion, do të thëtë është në romje. Nuk kem rritje ekonomike që ty ta jap një mundësi, do të thëtë me planifiku një buxhet, me të hyrat Këta po planifikojnë me marrë bërgjë, edhe me mi fut durt në fondin e privatizimit. Kjo nuk ekziston mas pori. Fondi privatizimit është një fond që absolutisht nuk guxon edhe kjo është punë kriminale, more, e din ata që nuk bëhet kjo. Ose trusit pensional. Është krim, nuk duhet me ndodhë kjo. Po, ata në vend se me folë, në vend se me nejtë për ato fotelat e vete dhe të qonë dhe të ngasin në përbote dhe të qelin investitor. E vetëmja që e pështon buxhetin e Kosovës është rritje ekonomike. Nëse nuk ka rritje ekonomike në këtë vend, në Kosovë, mbi 10%, nuk ka ardhmëri. Por arsye se çdo gjë do të heshtë kështu. Aq shumë ju ngrumbullu problemet. Aq shumë është rritë edhe borxhi publik tash, por në Kosovë me një buxhet shumë të vogël. Do thëtë aq nevojitet rritje ekonomike për mi përballu këto, do thëtë që nuk mund me qenë në 90%. Pritja juve, a mundet ky buxhet me shkatru koalicionin për shkak që PDK tash veç i ka shpreh ato paknatësit që nuk e aprovojnë? Këta e morin si shkas, po besom nuk e kuptojnë, as vetë nuk e kuptojnë për çka flasin, edhe këta të PDK-s. Nuk e kuptojnë çka është në pyetje. Jo mi bindun, dhe të kërkoj falje të ata, po nuk kuptojnë. Nëse fillon edhe me trajtu temat, me njerëm duna me besu se ata nuk e njofin materien, dhe vetëm i kanë formua të cifra në aparent konsum ditor ose publik, i kanë fut ato dhe thonë tash buxheti jonë kështu. Ajo është një buxhet që do të ketë deficite, nuk do të munden as 1 miliard e 400 milion mu mbledh prej ati buxhetit. Kështu që çdo projekt që u parapo prej se 4 deri në 2 miliard nuk do të implementohet. Do të jetë edhe një gënjeshtër për qytetarët, edhe një mashtrim për qytetarët e Kosovës. Por është dashur prej fillimit, programi Jakërës ka qenë, nëse e shifni në internet, në 2007 ka qenë çdo vit pavarësimi nga tyra doganore 25%. Ato do të inkasohen kështu dhe kështu, por ato 25% shkojnë një fondi për gjeneratat e reja, e ato 25% zavendësohen me veprimtari ekonomike. Dhe ka qenë kusht për qeverin, me ngrit fabriken, me lëshu këtë fabrik, mi kryu kaq vendet punës, edhe me mbush buxhetin me 25% që unë prej doganave fut qanë në fondin e gjeneratave të reja. Sot, impakti do të ishte, do të kisha 3-4 miliard në fondin e rezervave, do të kisha një ekonomi komplet të pavarësuar nga doganat, edhe për mu, meseja mundet nënshkruhet me njëherë edhe ecmi për para. Asgjës edhe unë jam, si me qujt, prap i jaftë për salon në Bruxelles. Kështu, na nuk jem tapt. Edhe, po e shofim, është bo mashtrimi i qytetarve, levizje, tash që në kushzime. Tash po del nga raporti që e lexuam, po del se edhe përmbushje tjera nuk janë implementu këto. Dhe këta njerëz që nuk dijnë, ose që nuk dojnë, duhet me shku vend, dhe ecin. Kur duhet me shku në zgjedhje? Duhet me shku me njëherë. Këta jënë vonesë, duhet me ikë edhe me lëshu njerëz e vend, nuk ka
kohë Kosova me humbë. Kur pret që do të bëhen zgjedhje? Unë shpresoj shumë se tash uji ka fillu mundze, edhe dikon do të vlon, dikon ka marsi. Ka marsi. Zoti Pasolli thatë, mos ju përmendën zgjedhjet, që jeni në gjendje me fitu nëse do të kishte këtu zgjedhje presidenciale. Pra nëse kishim një sistem presidencial edhe ku presidenti zgjedhet me votë drejt për drejt. Sot e kum shkruat. Po. Pse nuk jeni në gjendje për shembull si kryeministër Barcilisës edhe si kandidat për kryeministër me fitu zgjedhje? Jo, varet prej shumë faktorëve. Tash nëse një votus del voton edhe e shef në listë diken, ndoshta që nuk i pëlqen edhe tash edhe devion vota dikun tjetër. Unë e kuptoj atë. Mirë, por është mëkat i madh që kushti im ose kontrata ime me dy krerët e shtetit sot, me Isa Mustafën edhe Hashim Thaqin, nuk është implementu. Edhe kjo është një gënjeshtër e rrekulluar. Kanë premtu para medjave me prezencën e një dëshmitari që ishte ambasadori i Shtetit Bashkuar të Amerikës, kanë premtu se do të përkryen këto dy reforma. Edhe nuk i kanë përkryer, nuk i kanë bë. Por arsye se ekziston friga potenciale që nesër të votohet nga qytetarët për president shtetit që unë i fitoj zgjedhjet. I fitoj në mënyrë eklatante për ta, por arsye se unë kam kvalitetet e mia. Unë di dhe di si shkon puna. Unë do t'i fitojsha, por këtë edhe e kom qenë shumë i gatshëm të dalë në mejdan, me cilin do. Pse të zgjedhjet presidenciale nuk ka mundësi kamuflimit të votave, ato ruhen shumë ma thjesht, edhe do të kishte vot për mu, vot pa asnjë me dyshje. Zoti Pasolli, pyetje tjetër, është një rast i rëndë këtë ditë, vdekja e aktivistit vendosis Astrid Dehari në Burg, ende në rrethanat pasqarume. Ju folet për sistem të politizum drejtësisë. A është në gjendje drejtësia kosovare me kry, domethënë me gjetë shkaktarët e vdekjes e pandikume, domethënë, këtë rast? Shpirtërisht i lëndum për këtë familje, ka pas dy humbje të mëdha. Edhe tash Astridi, unë isha në familje, edhe u ktheva me shpirt shumë të lëndum, me shpresë shumë të madhe, që sa do pak kjo gjyqësi të sharoj në kushtet, në çfarë kushte është vra gjithsesht ka vdek Astridi. Nuk kisha dashur të shpekuloj, por arsye se do të ishte jo korrekte. Çka ka ndodhur, por jo mi bindur se gjyqësia e din përgjegjësinë e vet dhe do del shumë shpejt me realitetin. Çka ka ndodhur këtu? Dhe unë inkurajoj organet gjyqësore që t'jenë shumë korrekte, transparente dhe dalin me atë në vërtet që ka ndodhur. Pa ndikime politike, nuk besoj se do të ketë ndikime politike, se askush nuk kom pa ndonjë arsye pse. Ka ndodhur, arsyet pse ka ndodhur, dhe mënyra se ka ndodhur, koha kur ka ndodhur, vendi ku ka ndodhur, duhet i sheroj gjyqësia. Keni thonë që pritjet e ju janë për 20% me fitu në zgjedhjet e ardhshme. A keni planifiku kush mund të konë partner të juaj në qeverisje? Po, unë thash vetëm ata njerëz cilët janë të pa korruptuar, ata njerëz që e dojnë shtetin, ata njerëz që e dojnë qytetarin. Edhe ata njerëz që janë të gatshëm me implementu programin e AKR-s. Normalisht, programi i AKR-s nuk është Bibel, as nuk është Kur'an, edhe ai mundet më ndryshuar nëse e shoh të arsyeshme ndonjë pikë, nëse e shoh se dikush ka ndonjë propozim më të mirë. Por është shumë i studiuar programi ynë. Prandaj, prej partive politike të cilat sot i shoh, sinqerisht shpresa është
pesimiste. Se do të gjej diken mënyrë sinqert punoj. Mirë po, shpresa tepër e madhe është se në Kosovë ka shumë njerëz të mirë, shumë ekspert mirë, që nuk i njohim emrat e tyre, po ata janë aty. Dhe me ta mund të kryhet punë shumë e mirë, shumë e madhe. Bile, po ju thom, por AKR-ja, aktivistët e AKR-s, do të jenë demoralizuar ndoshta pak, nëse AKR-ja do të ketë mandatin me formu qeverinë, qeveria AKR-s nuk është e thonë në bëhet vetëm prej njerëzve të AKR-s, por ne do të marrim specialist në tregun e lirë. Atë njerëz që i plotësojnë kërkesat. E fundit, a ju pëlqej kënga Qënlojqit? Nëse keni ndërgjë. Po, isha, unë pëlqej kënga ti, unë emocionoj pak edhe unë nuk dita çka mi thonë ati, i thash vetëm një gjë. I thash se misioni im nuk është përkry, misioni im nuk ka ardhë asë në gjymës. I thash se unë misionin duhet ta kryj. E kur ta kryj misionin, ndoshta i meritoj krejt ato fjalë, krejt ato dëshira, krejt ato perurime që mi bon Qënlojqi. Por jo mi bindun se po të kam mundësin, unë do të meritoja atë kongë. Po jo tani, o shumë heret. Unë nuk jam i realizum as pak. Unë nuk më dhonë as 20% prej energjisë time, prej mundësive të mija që ka mujmë mi dhonë kësaj Kosove. Unë kësaj Kosove japi shumë, mos harroni. Unë kam rjetë shumë të madhë, edhe të biznesit, kam rjetë shumë të madhë edhe të migjve, kam rjetë shumë të madhë edhe të njerëzve cilë do të vinë, do të sakrifikojnë kohën e tyre dhe do të më ndihmojnë në qurim për parat këtij shtetit. Unë këtë shtet e du tepër dhe unë këtë shtet e du një shtet dinitos, një shtet që është aty për qytetarët e vetë dhe du një shtet që qytetarët e vetë e duan. Po jo si tani ku kanë fillu qytetarët e vetë mos me da shtetin e vetë, Kosovën. Dhe atëherë do të realizohi, do të përmbushej ëndra ime. Është ëndër kjo që e androj shumë edhe besoni se unë kom sakrifiku kohë shumë. Me kohën time, kom një familje të rej, me lën vetë një distancë 2000 km me ardhë, këtu unë mbromje shkoj në shtëpi vetë berat. Shkoj edhe jom i mërzitur shumë për familjen time. Kisha do shumë me qenë ofër tyre, por dëshira për me realizu ëndrën time është shumë e madhe. Edhe një me rëndësi, ëndra ime nuk mbaret, as prej të mirave materiale, as prej fames, as prej luksit. I kam në gjitha. Unë du me ndihmu këtij popullit. Edhe ky popull duhet më madhon shansën. Zoti Paculli, faleminderit shumë që keni komitet. Faleminderit për juve. Shikues nderuar, me ne ishte presidenti i AKR-s, Zoti Bexhet Paculli, i cili thotë që po vazhdon ta ndjek realizimin e ëndrrës së tij. Shihemi javën e ardhshme.